PDK-s mja bo... Ne, që ta këshon opozit, move. Nënt shkurti, mendoj që PDK-ja ka bo... Nuk e di që... Unë e di faktin që lidert, ose ajo udhëheqësia ngushtë e menaxhon votën, sepse është e pamundshme. Po tash, mënyra qysh e pa të fokusu në 0-2, shumicën e deputetëve, PDK-ja mendoj që në zgjedhjet e 9 shkurtit e ka bo një gabim. Shumica deputetëve, pavarësisht të emrave, nuk po du me paragjyku që si kanë marrë votat, po vende si Prizreni, si Ferizaj, apo ku PDK-ja fiton në zgjedhjet lokale, në më thonë kanë betë shumë të papërfaqësume. Pra fokusi që PDK-ja e ka bo votën nëse i kanë zirë shumicën e deputetëve ta themi në këtë zonën 0-2 ose si do që quajmë Drenic, pak Mitrovica, kryesisht Drenic, mendoj që këto PDK-ja ka gabu, po këto mbetet shihet me 28 dhjetor. Tash unë mendoj që leadershipi aktual, edhe pse është një kohë shumë e shkurtër, në këtë rast Bedri Hamza me njerëz të ngushtë, do të thonë në 10 e parë, mendoj që duhet ta mendojnë këtë opsion. Për faktin që nëse ti ka dalë domethënë të kurrësh, domethënë një parti rajonale, kjo është shumë e rrezikshme. Pavarësisht faktit që aty mund të thoni që ka pas përfaqësim në listë e tjerë, strategjikisht mendoj që në zgjedhjet e fundit ka qenë gabim. Tash, për çato domethënë këto e qela si temë, a keni tash strategji domethënë që u përfaqësu ma shumë PDK-ja në kuvend përmes rajoneve të ndryshme. Pra, mos me pas fokusin ta themi vetëm 17 deputetë nxjerrim këto edhe tjerë mesin të këshyr. Do të thonë Prizreni, ju e fitoni Prizrenin, pastaj Ferizajin pa balotazh. Edhe komuna tjera a ka ndru PDK-ja këtë strategji në këto zgjedhje, sepse mendoj që u bën një lloj kështu edhe AK-ja përfundoi të thotë atje në atë zonë, nëse ka ndodhur që i kanë qitë 20 kandidat në zonat ku marrin vota, ta themi në Deçan ose në Gjakov, ndërkohë që vendet tjera nuk kanë përfaqësuar si duhet. Kto po do të thonë si një gabim strategjik që e ka bërë PDK-ja. Zona Musliu dëshit të përgjigjen në këtë drejtim. Po do të mund përgjigjen. Tani me lejo vetëm të sqaroj sepse këtë akuzë kemi ndëgjuar në vazhdimsi si Parti Demokratike. S'është akuzë, është një analizë dhe një fakt. Faktisht. Mirë po, unë kuptoj që është edhe fakt. Po pse jemi të ky fakt? Është si rrjedhoj që Kosova është një zonë zgjedhore. Dhe ne si deputet pavarësisht, a jemi nga Drenica, a jemi nga Peja, a jemi nga Gjakova, a jemi nga Prishtina, kemi të drejtë që votën të kërkojmë në secilin qytet, në secilin deg, me secilin antar të strukturës së Partisë Demokratike dhe me secilin qytetar të kësaj republike. Po proceduralisht e kuptoj. Si rrjedhoj. Po flas politikisht. Deputetët të cilët, vish ta përfundoj, kandidatët të cilët kanë qenë të nominuar nga zona 02, kanë qenë figura më të njohura, kisha më thënë. Kanë qenë general lufte dhe general paqe, që kanë pas një strukturë të vetën në gjitha qytetet të Republikës sonë. Dhe si rrjedhoj kanë arrit me marrë vot në gjitha qytetet. Pastaj kemi edhe figura nacionale që kanë qenë deputet për disa mandate, dhe i njohin qytetarët dhe i kanë votu. Pra nuk është një strategji që Partia Demokratike e ka ndjek në veçanti që të ketë deputet nga Drenica. Mirë po, personat e cilët kanë qenë të nominuar nga dega e Skënderajt, nga dega e Drenasit, në veçanti nga dega e Mitrovicës, nga dega e Vushtrisë, kanë qenë persona dhe emra e figura që janë të njohura në Republikën tonë. Dhe kjo është arsyeja pse kanë arritur që të marrin vot. Në strukturë është shumë më madhe se kaq. E thashë përmenda Ferizajin, e përmenda Prizrenin, përmenda, më thonë komuna tjera ku PDK-ja është shumë e fortë. Unë e di që edhe kjo dheqja, që është ndëru ligje, edhe që qytetarët e kanë mundësi t'i votojnë 10 kandidat, ndoshta ju ka, ta themi, ju ka zënë në befasi si partije. Edhe në frimin e kësaj, thashë që PDK a ka mendu që qysh ta zgjidh këtë problem. Sepse ideja është që po kemi shpesh zgjedhje dhe kjo në fakt mund të krijojë narracionin që PDK po të kurrë një parti, do thotë, në bastione të caktuara. Nuk kisha më thënë që ka qenë një strategji e veçantë as atëherë dhe as tani. Edhe atëherë në 10-shën e parë, në 20-shën e parë kemi pas përfaqësues të gjitha rajoneve. Edhe tani kemi përfaqësues edhe në 10-shë, edhe në 20-shë të Partisë Demokratike të gjitha rajoneve. Ne jemi një zonë zgjedhore dhe cilët kandidat kanë mundësi që të shkojnë në gjitha komunat, në strukturat tona, tek qytetarët të marrin votë, që i bindin qytetarët të votojnë, ata do të zgjedhen. Edhe tani është e njëjta strategji. Po, pa ju dëmëtarë kënë tarmen, nëse më në veç me forcu argumentin edhe të Arianës, unë
Ke drejtë mos me u pajtu. Po, zakonisht kemi qenë kolegat Se ketë ndalu. Kuvend edhe zakonisht jemi pajtu. Jo, unë mendoj ashtu si që tha dhe Ariana, do më thonë, kur je në një zonë zgjedhore, është shumë problematik.